Ky është Plutoni, planeti përfaqësues i vdekjes, i jetës së përditshme, përfaqësuesi i rilindjes. Pozicioni i tij në hartën tonë të lindjes reflekton kapacitetin që ne kemi për të pranuar ndryshimin dhe aftësinë që kemi për të përshtatur me të. Në astrologji, Plutoni përfaqëson pjesën tonë e cila ne na do ndoshta më tepër, ajo e cila nuk na lejon që të mjaftohemi, ajo e cila na shtyn, ose më të themi na detyron që të arrijmë potencialin tonë të vërtet, në mënyrë që të arrijmë të jetojmë jetën të cilën ne meritojmë. Plutoni tani është duke udhëtuar tek shenja e Ujorit, dhe Ujori është shenja e cila reprezenton revolucionin, e cili reprezenton formime të reja, teknologjinë, pra ai që përfaqëson përparimin e vërtet. Dhe në këto momente, Plutoni është në retrograd, dhe kjo do të thotë një mundësi e dytë. Gjithçka është ngatërsuar në mënyrë që ne të mund të perceptojmë më mirë situatën dhe të veprojmë në bazë të saj. Por, si përkthehen këto në anën tonë financiare, në jetën tonë sentimentale, në lidhjet tona, në martesë, po ashtu edhe në karrierën tonë, në jetën tonë të përditshme, apo dhe në shëndetin. Të gjitha këto njohuri dhe aplikim natyrë praktik do t'i ndaj me ju gjatë workshopit i cili do të shvillohet ditën e martë në datën 13 maj 2025, do t'jetë në orën 19. Ky workshop do të zgjasë rreth 90 minuta. Atje do të shpjegoj me shembull konkret, se si do të ndikohemi. Jeni të gjithë të më pritur. Regjistrimin mund ta bëni duke më shkruar nëpërmjet WhatsAppit ose duke plotësuar linkun që ndodhet tek profili im Instagramit.